ballë kena ikë. Ballë më kena ikë. A do të luftoj apo do të ikje? Veç me shku, ku me shku? Po, se s'me përmen poqë, po veç luftë. Për mua poeta, personalista, Ty e personalisht. po duhet me luftuar, jo veç unë. Ata që janë qytetarë, banor të Kosovës do të më mbrojtë vendin e vet. A ke qenë pjesë e UÇK-s? Ju, Pse? s'kum qenë. Çka e ko do bon që s'ke qenë? Kumik. E tash kishe luftu, a? Vëtash duhet me mbrojtë. A jetu ma lujta për një me ki? Jo, nuk për një me. Nuk po ta lujtoj. Na kanë ngro, na patën qitë në fillim. Që s'ke najtu? Ku erë të shpia të qiti. E të qiti në kolonë në grajt, hajtë të mërthej në qaj qitë. E tash kishe luftu? Tash duhet me luftu. E me të mërthy dhe tash me bo me ik? Po jo me forca që ka s'ban. A mu vetë, jo me ik, me dëshirë, nuk Me duhet të shi asat herë s'kishe ik? Ju, vëlla, bilisë që ik. Tash kishe luftu me apo pa pagesë? Jo pa pagesë, por me mbrojt vendin tonë, nuk është me pagesë. Se ushtrinë, kër u kom para luftë e kom fjallë Jugoslavia, s'ti ka pas ushtarët me pagesë, pa pagesë e nga në krejt. Tash jënë të i morë pagesë, mas 20 vjetë. Po tash po morin pagesë, po tash më varet financimi, më varet bugjeti, krejt, se ushtria, gjithë e nga pa pare, po mbrojt në vetë. Jo dhe unë 2 lufta i kom bëhet, i kom përitën. A ke qenë pjesë e UÇK-s? Jo, Pse? para UÇK-s unë kom luftë me Sërb, në Në Sarajevo. cilën luft? Në Sarajevo. E këtu në Kosovë, kishe luftu edhe një herë? Po. Me apo pa pagesë? Jo, s'm kishin jo pa pagesë. Pa pagesë. Po ku kena me ikë, tash, tu kena me netë. A ke qenë pjesë e luftës? Baj, tash pjesë e luftës, direkt, jo boj, direkt këtë, na. Qysh është indirekt si pas teje? Baj, direkt aktivitetet. E kom fjallin me push në dorë. Ja, me push dorë si po. Pse? Se s'ko pas mundësi. Pse s'ke pos mundësi? Se s'ko pas lidhje qysh me shku të ata. Te kush? Të qëta që ka luftë. E tash kishe shku? Tash se i kom vjetë tash, kisha shku. Ose ti, ose fmit e tu, ose pa morë Kisha shku, parasysh? qysh jo. Kisha shku, po dhe atëherë kom provu disa arë me shku. Me apo pa pagesë ishe shku tash? Pa pagesë, për çfarë pagesë? E luftëm për vetë vetën një për pare. E pse po mendon tash që po e kërkojnë pagesën, pro këta mas 20 vjet luftë kanë nisë me morë pagesë? Qysh po kërkojmë? Veteranët që në të morë pagesë që kanë luftu para 20 vjetë. Ata për që kanë luftu, në çdo shtet që ashtu është. Aty në luftarë ju japin një farë. A nuk do të me luftu për vend tonin pa pore? Po luftu veç, ata e japin një farë shpërblimi që kanë sakrifiku jetën, që kanë hup pasuninë, që kanë hup. Ajo është do shtet, të jo veç të na, gjithë ku një japin.